apo i shtetit të perëndimit. Fëmijët tanë ditën i morin në shkollë. Ajo pse do fëmijën tanë? Nuk don ty me ta lënë fëmijën. Thot fëmijën unë e edukoj. Ti e pastron, ti e ushqen, ti e mirëmban, unë e edukoj. Edhe sa më larg fëmia pi prindve është më i ftoftë. Rahmet ju pa shpirti nënave tona. Rahmet ju pa shpirti nënave tona. Ku na mirnin nonat edhe kishin kohë, edhe pse i kishin ka 5.000, ka 6.000, kishin kohë me na mon në prejnë tyne edhe me na shtrëngua dhe me na dasht. Edhe na me pështet ftyrën faqën tonë të prejni apo të gjokshi i nonës. Me një atë erën e shisht nonës. Mirë po kur ndajnë shmi pi nonës, e dish me dhimbjen e madhe. Son përëndim, a njët që kjo erë e nonës të ne muslimanët hala dhe pak edhe diçka. Të qirt jo. Për shka? Sepse ai ta ka nda atyje prej mëngjesit deri mbrëmje ta ka nda fëmijën. Fëmija e ka harru erën e nonës. A e ki vrejtën? Një gabim nëse e ban agje, hajmi vend dhe ta merr fëmijën. Një ditë, 3 ditë, 1 javë, 2 javë, 3 javë, a fëmijë më është fillon me harruan. Për shka? Ai i ka mediat e veta dhe ai din çish ti me të sundu edhe çish ai ti më don me të eduku. Me një fjalë don me ta dhon edukatën e vet. Jo ti më dhon edukatën tënde. Pra kjo është çka e shkatron. Çish e shkatron? Po njerë e ndan, e ftoft tani mas ai jep edukatën çish don.